ndoshta nga kënaqësia që ndjej në natën e heshtur, nuk më bën as pak përshtypje shqetësim i saj, shprehur në SMS-në shkruar në telefon. Thjesht i kthehem me qetësi të plotë, po, e vërtet. Dua të shprehem ashtu siç e ndjej, sepse jo rrallë kam kamufluar realitetin tim përballë keqardhjes së tjetrit për gjendjen time. E dua shpirtëqeltërsinë e dikujt që e shpreh. Prandaj marr guxim të flas, ti tregoj gjërat ashtu siç janë. Se kam filluar të besoj në saktësinë e fjalës dhe të veprës, po ashtu, se nuk po them në mënyrë ekstreme. Këtë zanat kam zemër, të shkruarit. Prandaj, dhe mos u keq kupto kur në laps ta shpreh ose ta skalis, ose më mirë po them ti shpreh ato gjëra që më bëjnë përshtypje. Janë të pangopur ziliqarët dhe as që pretendoj t'i ngop. Nga kënaqësia kur një ditë ose një natë më shohin duke u endur i pastre, ose kur të më shohin duke hyrë në ndonjë lokal ose restorant 24 orësh, kuptohet nga mungesa e parave hotelin për ta paguar dhe për të futur kokën diku në një kafe, diku një kafe kam porositur. Dhe trupi i sfilitur është i ulur në koltuk. Një hap i gabuar, nga dikush i tradhëtuar, përjetova dimrin më të vështirë në jetë, ku shumë kush i më njihte, më respektonte, por ja, nuk isha i zoti për një kafe të tëftoj. Të dridhurat nga të ftohtit bënin të veten, vetëm se durimi i pamunguar çante përpara, si ajo anija e vjetër që u bën ballës tuhive, xhgërdi më ngjalli ai nxitim, saqë më bëri të harroj shumë prej ditëve të bukura në jetë. Madje për ditë të tëra, nuk pat qoftë një buzëqeshje në fytyrën time të vrenjtur, shkaktuar për disave që sytë s'dodnin të më shihnin. Dhe ndoshta po të rri deri në mëngjes duke shkruar, s'doja dilja dot. Ti hedh në letër të gjitha përjetimet e një endacaku që aventurat e kanë rënuar. Prandaj, po ju them, më mirë natën e mirë.